Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Demit. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është 7 të shkopive. Kur qëndron për veten, edhe në heshtje, ti bëhesh mur që nuk thyhet. Për ty që je dem, kjo letër vjen si një kujtesë e fuqishme se ke hyrë në një periudhë ku duhet të mbrosh vlerat, zgjedhjet apo drejtimin tënd. Mund të ndjesh sikur të tjerët nuk të kuptojnë, ose siç ndodh shpesh me ju të duhet të japësh shpjegime për rrugët që ke zgjedhur apo që do ndjekësh. 7 të shkopive është zëri që thot: vazhdo edhe nëse je vetëm. Sepse ti në fakt nuk po lufton me të tjerët, por për të ruajtur atë që ke ndërtuar me mund dhe përkushtim, të dashur demër. Ju e dini vetë sa shumë jepni, sa shumë doroni dhe sa rrallë i lejoni vetës të dorëzoheni. Tani është një nga ato momente ku qëndrimi yt është prova më e madhe e forcës tënde. Mos u trem nga sfidat, ato nuk janë aty për të thyer, por për të treguar se sa lart apo sa larg ke arritur. Kur qëndron në të vërtetën tënde pa pasur nevojë të ulesh askënd tjetër, ti e fiton betejën më të rëndësishme, betejën me dyshimin që ke brenda në veten tënde apo dikush në ty. Je shenjë tokës, pa lëkundur, i qëndrueshëm e thellë. Tani është koha të kujtosh këto rrënjë tuaja dhe të ndërtosh mbi to. Dhe kur sfidat duken si erëra që duan të të rrëzojnë, atëherë të qëndroni akoma më të fortë, të dashur demër.